Drejtori ekzekutiv i Departamentit të Efikasitetit të Qeverisë, Elon Musk, është larguar nga administrata Trump pasi u udhëhoqi një fushat të trazuar për të zvogëluar madhësinë e qeverisë amerikane, e cila çoi në mbylljen e mira vendeve të punës. Në një postim në platformën e mediave sociale X, njeriu më i pasur në botë falenderoi Trump për mundësinë për të ndihmuar në drejtimin e Departamentit të Efikasitetit të Qeverisë, i njohur si DOGE. Largimi i tij nga puna do të fillojë menjëherë, tha një zyrtar i shtëpisë së bardhë për Reuters, duke konfirmuar largimin e Musk nga qeveria. Largimi i tij ishte i shpejtë dhe i thjeshtë, por ishte i paralajmëruar. Ai nuk pati një bisedë zyrtare me Trump përpara se të njoftonte largimin e tij, ndërsa rrethanat e sakta të largimit nuk dihen. Ai largohet një ditë pasi kritikoi projektligjin e taksave të Trump, duke i quajtur atë shumë të shtrenjtë dhe një masë që do të dëmtojë punën e tij në shërbimin e DOGE. Disa zyrtarë të lartë të SBA-s, përfshirë zëvendës shefin e shtabit Stephen Miller, u irrituan veçanërisht nga këto komente dhe Shtëpia e Bardhë detyrua të telefononte senatorët republikan për të përsëritur mbështetjen e Trump për paketën. Pas inaugurimit të Trump, miliarderi u shfaq si një forcë e fuqishme në orbitën e Trumpit. Ai uli ndjeshëm objektivin për shkurtimet e shpenzimeve, fillimisht nga $2 trilion në $1 trilion dhe më pas në $150 miliard. Her pas here ai përplase me zyrtarë të administratës së Trump, të cilët e konsideroni si të padëshiruar. Roli i tij në administratë ishte në fillim i përkohshëm dhe ai së fundmi kishte dhënë sinjale se do të rikthehej në drejtimin e bizneseve të tij si prodhuesi makinave elektrike Tesla dhe kompaninë hapësinore SpaceX. Mandati 130 ditor i Elon Musk në administratën e Trump pritet të përfundonte rreth datës 30 maj. Administrata ka deklaruar se përpjekjet e DOGE për të ristrukturuar dhe zvogëluar qeverinë federale do të vazhdojnë.